Shala, ti e ke pas problemin e njëjtë si Halidi për me përcjellë ndeshjet? Jo. Pse? Sepse unë jam njëri ndër të pakt, fatkeqësisht, që pas investimeve marramense që i ka bërë qeveria Kurti në Vala, Po? e kom pa si mundësi të mirë me e marrë shërbimin e tyne dhe si rezultat jam kënaqës të këshirë. Do të ti... Jo, s'keni pas probleme me shikim. Kur vetëm probleme kom pas me shku deri në kuzhinë dhe me caktu që kom me hongë. Probleme i madhe yti duke që me ushqime, a? Do të me menu çka ku janë ato, adin që mos me më hup loja. Si do qoftë. Po pajtona me Matoshin që tha një ndër kampionatet më të mira, futbolli ka avancu shumë edhe ka qenë i veçantë kuptimin që kanë fillu me dalë do ekipe që kur për s'kena një për to Kongo. Keni di Kongo me lu futbol. Po një futbol shumë mirë. Maroko nejse, Maroko edhe në kampionatin e kaluar, po. Po, edhe në kampionatin e kaluar. Kanë qenë disa ekipe që më kujtohet shumë mirë, kampioni forti e Afrikës, gjithmonë në Nigeria, Kameruni. Ku janë ato? As nuk njën për to. Ose për shembull në Amerikë Latine, Kili. S'është Kili mo. Atër ka qenë relativisht ekip. Po, që kjo që ka bu për shtypje është që kjo që po dalim pa disa ekipe që ma herët na nuk e kena pas rastin me një vetë në lanë të geografisë, po jo edhe në futbol. Dhe më thënë kjo platforma me 28 ekipe ka bërë më të bukur që të shfaqen edhe këto ekipet e vogla. Absolutisht, po dolen që këto ekipe që ne nuk kemi ndëgju na befasun, sepse patën lojë shumë të mirë. Përgjithësi, patën lojë shumë të mirë.